Mirdita. Sot, në ora 19, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë ngrihen në kryengritjen e tyre paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Ngrihen mbi dhunën, terrorin e regjimit, e klanave të drogës, e policisë politike të patronazhistëve, kërcënimeve të tyre. Ngrihen për të mbrojtur interesat më jetike të vehtat të qytetarëve shqiptarë. Ngrihen për të mbrojtur dinjitetin, nderin e çdo shqiptari ndaj një agresioni të rëndë të një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që më së fundi, duke hequr çdo maskë, përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme dhe të Lubi Ballukut. Akti i fundit i Edi Ramës është akti më armiqësor që ai ka ndërmarrë në serinë e akteve armiqësore ndaj shtetit ligjor, demokracisë në Shqipëri. Bllokimi i heqjes së imunitetit dhe arrestimit të Lubi Ballukut nga Edi Rama ishte një mburojë për veten e tij, mbasi në dosjen Balluku, Edi Rama është aksioner të paktën me 60% të veprave kriminale që mban ajo dosje në total 1.2 miliard dollar. Euro. Qytetarët shqiptar kanë sot 1.001 motive për të dalë nga guacka e konformizmit dhe e frikës, për të bashkuar me ne në kryengritjen tonë paqësore. Kriza, lufta në lindjen e mesme, jashtë atij rajoni, pasojat më të rënda në botë kanë po përjetojnë qytetarë shqiptar me çmimin më të lartë në planet të naftës. Dhe kjo jo kryesisht për shkak të luftës, por kryesisht për shkak të taksës Rama. Taks që për litër naftë është më e larta në botë. Qëndrimi cinik i tij nga ndërshkimi i qytetarëve nga çmimi i naftës rëndon akoma më shumë pozicionin e tij. Në një kohë kur të gjitha qeveritë e vendeve të Europës shtuan, rritën apo dyfishuan subvencionin për naftën për fermerët e vendeve të tyre, Edi Rama në një akt të papërgjegjshmërisë absolute e hoqi dhe atë pak subvencionim që jepte.
duke garantuar në këtë mënyrë mbetjen djerë të dhjetra mira hektarëve tokë në Shqipëri dhe njëheras falimentimin e dhjetra mira fermave në këtë vend. Taksa Rama është taksa e cila ndërshkoi mbar qytetarët me transportin publik. Për shkak të rritjes stratosferike të çmimit të naftës, kompanitë e transportit publik kanë ulur me 40% autobusat e tyre të transportit. Në vend të një ndërhyrje emergjente nga qeveria dhe kompensimit për çmimin e rritur të naftës në mënyrë që qytetarët të kenë dhe transport minimal publik, qeveria rrin dur kryq dhe kjo krijon një goditje të rëndë për të gjithë shqiptarët që nuk përdorin veturat, por përdorin transportin publik për të shkuar në punë apo për nevojat tjera të tyre. E kam theksua dhe theksoj përsëri. Çështje madhore kombëtare për çdo shqiptar është çështja e portit të Durrësit. Porti i Durrësit është pasuria më e madhe publike që kanë trashëguar shqiptarët nga shteti i tyre në 100 vite dhe më parë. Kjo pasuri publike tjetërsohet dhe shtrohet në Dubajin e 1001 netëve të Edi Ramës. Një fitim prallor që te i kalon dhe 4 miliard euro. Por krahas kësaj, çdo qytetar shqiptar, me taksat e tij, është i detyruar të kontribuojë, të ndëshkohet dhe me 1 miliard euro minimumi, porti i ri Porto Romanos që zëvendëson portin e Durrësit, por që në fakt do jetë 4 herë më i vogël se sa porti i Durrësit. Është një motiv për çdo qytetar të këtij vendi për të mbrojtur interesin dhe pasuritë publike të vetat dhe të mbar shqiptarëve. Motivet pra të kryengritjes son paqësore janë të shumta, por ka dhe një motiv tjetër jashtëzakonisht thelbësor në rrafshin moral. Është një periudhë në të cilën puthadorët e qeverisë, altoparlantët e saj, bëjnë gjithçka që për të mbuluar aktet antiligjore, antikombëtare të qeverisë Edi Ramës, janë hedhur në sulm të shfrenuar kundër opozitës. Për fajin e vetëm të saj se qëndron e pamposhtur ndaj këtij regjimi kriminal nga i cili ushqehen ditë e natë. Bëjnë gjithçka të shpithin, trillojnë, manipulojnë. Të vërteta, duke turpruar vetën studion, duke dëshmuar një mafje më rrezikshme se sa ajo e kokainës. Ndaj dhe qytetarë që duhet të ngrihemi kundër kësaj mafje që shpif,
trillon dhe manipulon nga mëngjesi gjerë në darkë kundra interesave tuaja dhe mbron interesat e patronit të vetë Edi Ramës. Duhet të ngrihemi kundër atyre që bëjnë gjithçka tu dekurajojnë kundër puthadorëve të qeverisë, që mbushin studiot kundër protestave tuaja, që jeni sot zëri vetëm i ndërgjegjes kombëtare në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Sot, shqiptarët kanë fjalën e tyre. Sot është ditë e tyre. Kryegëria jonë paqësore nuk ndalon gjërën për mbushje misionit ton të plot, për mbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës. Faleminderit. Berisha, cili do të jetë skenari i protestës së sotme dhe pas protestës së 17 prillit? A do të ketë një pranverë dhe një verë me protesta? Kjo është protesta e 7. Do të vjot me protesta apo do të ketë me ndërthurje të një aksioni ndryshe opozitar? Faleminderit. Kryengritja paqësore e opozitës nuk ndalet dhe nuk ka forcë në botë që ta ndalë. Kjo kryengritje është jetike për të mbrojtur interesat themelore të shqiptarëve. Kjo kryengritje është jetike për një betejë të hapur në shesh me regjimin që përdor mandatet e tij si thika, si për të mbrojtur vjedhjet e tij. Kjo kryengritje është jetike për të garantuar procesin e integrimit të Bashkimit Evropian të bazuar në merita, të bazuar në funksionimin e shtetit ligjor, respekt e lirive të drejtave të njeriu dhe drejtësisë së pavarur, dhe jo në lobime korruptive dhe mashtrime, të cilave u del shumë shpejt kallaj siç ka filluar të dalë. Kjo kryengritje është jetike në betejën kundër asaj mafje të propagandës, të mashtrimit dhe të trillimit, që nga mëngjesi gjerë në darkë përdoret si hanxhar për fjalën e lirë dhe të vërtetën. Që nga mëngjesi gjerë në darkë pret të vërtetën si mesatër. Në një emision televiziv mbrëm, në mënyrën më të papërgjegjshme, për të damkosur opozitën, për të mbuluar krimin e shëmtuar të djegjes pallatit, shumëkatësh, të ndërtuar me material të djegshëm, të ndërtuar me material të cilin opozita e kishte denoncuar pikrisht atë ndërtues dhe atë pallat në organet e prokurorisë kohë më parë. Deklaroi se asnjë deputet i opozitës nuk ishte aty. Paturpsia mediatike nuk mund të ketë kufi tjetër përveç kësaj. Deklaroi se deputet të opozitës heshten, në një kohë kur aty ishin deputet të opozitës, në një kohë kur deputet të opozitës ndërhyjnë për të njoftuar misionin me dokumenta se kemi qenë aty, në një kohë kur në parlament 4 deputet të opozitës ngritën zërin por top tunelit, për pallatin që u doq dhe mbrojtje e banorëve. Në një kohë kur unë para jush denoncova Edi Ramën dhe Erion Velin si autorët kryesor të zjarrit, dhe Armand Lilon të cilën e mbrojti Edi Rama, e mbrojti Edi Rama, sepse doli tha do ta ndërtoj ndërtuesi, po megjithëse ndërtimi nuk është përgjegjësia e ndërtimit, ajo që ndodhi.
Në një kohë kur Armandila ja ka mbathur, dhe unë i thash, po qofë sërti pa fajshëm, pse ja mbathja ju? Në të gjithë të kontekst, organizohet si artilleri mashtrimi, top tuneli, për të sulmuar opozitën, që nuk qau kokën, që ka lidhi me Fatmir Xhafin, se tani, në luftën Balluku Xhafa duhet nërhyj opozita. Po pse është bërë tunel, topi, opozita nuk nërhyn në betejat e brendshme të Sali Berisha e ka denoncuar jo një herë, po 10 herë Armando Lilën si kunatin, me të cilën ai ka gabuar, nuk është kunati Fatmir Xhafës. Dhe unë nuk mund të them atë që nuk është. U përgënjeshtrua, Fatmir Xhafën as se kursejmë, as se kemi kursye. Por Fatmir Xhafa nuk është kryetar bashkie. Pse u pëlqen tani në betejën Lubi, top tunelit, Lubi, Xhafa e tjerë, që të përzihet dhe opozita në betejën e tyre, opozita këtë nuk e bën. Jo. Nuk e bën. Lejet e ndërtimit nuk jep Fatmir Xhafa, i jep Edi Rama dhe Erion Veliaj. Ashtu apo jo? I pan të gjithë shqiptarët se zjarfiksja nuk futej dot. Dhe e gjithë narrativa e topit ishte si të çlirohej Rama dhe Veliaj. Në fakt, Rama dhe Lubia më shumë, se për Veliaj ne kanë më ndryshe punën, nga përgjegjësia që doli. Dhe gjithë këtu fajnë e kishte opozita që s'ka qenë, në një kohë kur opozita ka qenë aty, me orë, në kohën e zjarrit, ka reaguar që gjatë asaj periudhe, dhe reagoi dje në parlament. Pse e thash këtë shembull? Jo për të bërë një betejë me, se nuk ja vlen. Unë e kam thënë, e them dhe do a them. Ato të cilët manipulojnë të vërtetën, ato të cilët fshehin të vërtetën, ato janë xhelat të fjalës së lirë, dhe ato janë mafja më e keqe e planetit. E them me bindjen më të thellë. Ndaj dhe me këtë s'duhet të lëndoj asnjë gazetar, duhet ta sqaroj këtu. Unë kam respektin më të palkundur për gazetarët, i siguroj, jam shumë vlerësues për kontributin që ata japin në kushte shumë të vështira, shumë të vështira, për transparencën dhe mbrojtjen e interesit publik. Por, ata komandohen nga koska mafioze, t'i quajmë kështu, që nuk kanë asnjë moral, që janë armiq të betuar të fjalës së lirë, që mendojnë nga mjezi darkë se si ta përdorin atë, si thik, si shpat, si bajonet e tjerë, kundër kundërshtarëve të padronit tyre Edi Rama. Kjo është e vërteta. Mos harroni, mund të ketë me qindra shembuj, ndaj dhe ne qëndrojmë.